nefsim, pendohu se vdekja ka afruar, po afron. Kundërshtoje pasionin, sa i zemrën po ta sprovon. Çdo ditë përcjellim ndonjë të vdekur me zemër të pikëlluar, me hapa ton rrugën e të vdekurve duke kaluar. O nefsim, si ka mundësi që gjithë jetën grumbullove pasuri? E nga dynjaja çdo kush del i zhveshur nga ajo që ka grumbulluar, subhanallah. Thot Allahu Gjellëshanuhu o vëllezërit e mi dhe mbajini mend që ta mbyll fjalën time për këtë hutbë. O men lem yetub fa ulaike humu zalimun. Thot Imam Ibnul Qayyim lidhje me këtë ajet, thot Zoti Gjellëshanuhu dhe ata që nuk pendohen janë zullumqar, pra, janë pa drejt, janë mizor. Thot dietari i madh i Islamit Ibnul Qayyim el-Jauziyje, Zoti e mëshiroft, thot Allahu Gjellëshanuhu në këtë ajet i ndau njerëzit në dy grupe. Ata cilët pendohen ose ata që nuk pendohen dhe nuk ka grup të tretë, ose je njëri që pendohesh dhe të pranon Allahu Gjellëshanuhu dhe fiton faljen dhe mëshirën e Allahut, ose je njëri që nuk pendohesh dhe ata thot janë zalimun, thot janë të padrejtë dhe janë zullumqar, Zoti na ruaj.